Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallim ka marr, në akşam me baj iftar. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallim ka marr, në akşam me baj iftar. Lumaj që ta din ty vlerën, për gjennet e ka qel derën, veprat mira kur sa të mund, shumë fish Zotin a i pagun. Veprat mira kur sa të mund, shumë fish Zotin a i pagun. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallim ka marr, në akşam me baj iftar. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallim ka marr, në akşam me baj iftar. Çdo ditë me gëzim po kalon, ti mes veten afron, asi kur Zoti ta ban, që çdo herë t'jetë Ramazan. Asi kur Zoti ta ban, që çdo herë t'jetë Ramazan. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallim ka marr, në akşam me baj iftar. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallim ka marr, në akşam me baj iftar. I devot që ma do t'jesh, bëj ti dhikër sa ma shpesh, me ndeni me sa ma mirë, me i përcjell këtë mysafir, me ndeni me... Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allah ti dërgove Nuhin, ai ka qenë Resuli par, thiri natën, thiri ditën, popullin jo besimtar. Allah ti dërgove Nuhin, ai ka qenë Resuli par, thiri natën, thiri ditën, popullin jo besimtar. Allah pejgamber dërgove, ko pas kohë mira her, o prej tyre ti dallove, ulul azmin me shumë vler, shumë na banen der. Po prej tyre ti dallove, ulul azmin me shumë vler, shumë na banen der. Si gjithmonë, çdo punë e mirë, çdo vepër e mirë që nis me fjalën e Allahut xhalla shanehu. Andaj ftojmë hoxhën e nderuar Sami Fetahu të na lexojë një pjesë nga Kurani i Kerim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Faleminderit, lutim Allahun xhallahu shanu të shpërblet hoxhën sa më fetahu për lexim nga Kurani i ndershëm. Të nderuar të pranishëm, të nderuar përfaqësues të pushtetit qendror dhe të pushtetit lokal, nga gjitha komunat e Republikës së Kosovës, të nderuar përfaqësues të subjekteve politike, i nderuari kryetari i komunës së Pejës zotëri Gazmend Muhaxheri, i nderuari kryetari i Gjilanit zotëri Alban Hyseni, i nderuari kryetari Fushë Kosovës zotëri Valon Prebreza, i nderuari kryetari i Vushtrisë zotëri Ferit Idrizi, i nderuari kryetari i Obiliqit zotëri Halil Thaçi, i nderuari kryetari i Dragashit zotëri Bexhet Xheladini, të nderuar deputet, të nderuar përfaqësues nga komuna e Prishtinës, të nderuara organet e sigurisë të Republikës së Kosovës, përfaqësues të policisë së Kosovës dhe të forcës së sigurisë së Kosovës, të nderuar përfaqësues të institucioneve akademike, arsimore, kulturore, të nderuar artist, profesor, mjek e personalitete të jetës publike, të nderuar hoxhallar dhe figura të respektuara që keni ardhur nga gjitha trojet shqiptare dhe nga diaspora. Të dashur miq, ju falenderojmë sinqerisht që sonte në këtë natë të bekuar të Ramazanit, po e nderoni me praninë tuaj këtë mbrëmje dhe konakun e hoxhës profesor doktor Shefqet Krasniqi dhe familjes së tij. Të dashur të pranishëm, dëshira është që t'ju japim fjalën në rastit disa personaliteteve dhe pse kohën e kemi të limituar, por për shkak të namazit të taravive po e bëjmë një cenzurë, domethënë nuk po mujnë gjithë atyne që kemi dëshirë. Tani, për një fjalë rasti, e ftojmë zotëri Ferit Idrizi nga komuna e Vushtrisë. Bismillahirrahmanirrahim. Selamu alaikum ve rahmetullah dhe berekatuhu. Të nderuar të pranishëm, përfaqësues të institucioneve qendrore lokale, deputet Parlamentit Kosovës, i dashur kryetari i Kavajës që kemi prezent këtu, të gjithë ju të pranishëm, shumë i nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi, të falenderit shumë për këtë ftesë që na ke bë, që na ke bashku, sepse zjaretet çdo herë janë shumë domethënëse, shumë kuptimplote në aspektin njerëzor, në aspektin human, në aspektin fetar, sepse i ofrojnë të gjithë pa dallim kështu qysh na keni bashkuar sot. Të gjithë jemi vëllezër dhe kemi një qëllim, e ai qëllim është që të shërbejmë vendit dhe institucioneve tona. Është një kënaqësi e veçantë që sot në këtë ambient të bukur, në këtë pjesëmarrje kaq të madhe,
në këtë Kosovë të lirë, për të cilën është derdhur gjak brez pas brezi, dhe ai gjak shekullor që është derdhur na ka sjellur lirinë, dhe sot fal luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, fal atij gjaku, fal mundit, fal sakrificës të shumë brezave, sot jemi këtu të lirë, të festojmë dhe të bëjmë këtë iftar të përbashkët në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit që ka zbritur Kurani famlartë. Prandaj edhe një herë dua që ta falenderoj Hoxh Shefqet Krasniqin dhe gjithë juve që jeni të pranishëm, që përshëndes me lutjen Allahu kabul u pranoft agjerimin dhe lutjet tuaja të mira. Faleminderit shumë. Faleminderit, kryetar. Sbari ndjes, po ashtu përshëndesim dhe kryetarin e Bashkisë Kavajës, zotëri Fisnik Qosja, cilën dhe e ftojmë për një fjalë rasti. Përshëndetje gjithëve, selamu aleikum, rahmetullah. Kënaqësi që ndodhem sot në këtë iftar të shtruar nga Hoxha i nderuar, doktor Shefqet Krasniqi, një kënaqësi e veçantë. Unë duhet t'ju përshëndes gjithëve, gjithë profesorët e institucioneve të Kosovës, duhet përshëndes kolegët e mi, kryetarët e komunave që jam në tavolinë, përshëndes gjithë secilin që agjeron dhe gjithë secilin që me emrin e Zotit bën mirë dhe bën vepra të mira në institucionin ku drejton, në vendin e punës ku ai është. Unë vi nga qyteti i Kavajës, një qytet që bazohet në dy shtylla, në demokraci dhe besimin në Zot. Dhe këto dy shtylla ne na lidhin fort me Kosovën. Në demokraci, sepse kemi qenë qyteti i parë që kemi qenë antikomunist, dhe qyteti i parë që dham dëshmorin e parë për Kosovën nga Shqipëria, i ndrit Carën, vllajën tonë i ndrit Carën. Kështu që gjithë secili nga Kavaja, gjithë secili për jush duhet të jetë krenar. E dyta, besimin në Zot. Pa diskutim, jemi qyteti i parë që kemi hapur xhamin mbas komunizmit dhe jemi qyteti i vetëm në Shqipëri po jemi që rreth 90% e qytetit mban Ramazan, ndan sadaka. Pra jemi një qytet me cilin këto dy shtylla bazohemi dhe këto dy shtylla na kanë udhëhequr. Këto dy shtylla më udhëheqin edhe mua sot si drejtues i atij qyteti. Dhe njerëzit që më kanë besu dhe më kanë vënë këtë pozicion, unë do ja shpërblej me punë, me vepra të mira. Tani jemi në muajin e sakrificës, në muajin e Ramazanit, dhe këto sakrifica na kthehen për mirë, na kthehen në bashkim dhe ky muaj bën mirë që edhe ne që merremi politik të jemi më pranë qytetarëve, të jemi më pranë njerëzve, të bashkëpunojmë, të shtrim dorën e bashkëpunimit, çdo gjë e mirë që është për qytetarët, është e mirë për Zotin, është e mirë për ne. Kështu që unë veç se t'ju falenderoj se s'dua ta zgjas, faleminderit shumë edhe një herë Hoxhi i nderuar, doktor Shefqet Krasniqi, të falenderoj dhe jam shumë mirënjohës që më ftove sot edhe erdha me kënaqësi. Faleminderit dhe Zoti na pranoft. Falenderojmë kryetarin e Bashkisë Kavajës. Tani ftojmë zotëri Halil Thaçi, kryetari i Jubilicit, për një fjalë rasti. Përshëndetje për gjithë. Faleminderit Hoxhi i nderuar që sot je sebeb që ne të takohemi këtu. Më vjen mirë edhe ndihem shumë i privilegjuar që Hoxha ka zgjedhur edhe vendlinjen e vet, pra Jubilicin që të na bëj bashkë kështu siç jemi të gjithë. Hoxha si dëshiroj shumë sukses dhe sigurisht që si komune, si institucion do të jemi gjithmonë pranë mbështetjes së Hoxhës në iniciativat e tij që i ka. Faleminderit Hoxha. Falenderojmë kryetarin. Tani ftojmë për një fjalë rasti, një hoxh nga Totova, Hoxhën Ramadan Ramadani. Bismillah, elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nisësi falenderimi takon Allahut Gjelle Gjelaluhu, lartë madhruarit, mëshiruesit dhe mëshirëbërësit. Salavatet dhe selamet të dërgojmë Muhammedit a.s. shokëve të tij dhe të gjitha ata që pasojnë rrugën e pejgamberit a.s. deri në mbarim të kësaj botës. Ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.
Njëri e pas ka lajtur macën dimrit, më ujtë ftofët. Shoku i thët, ore thët, do ngordhje. Haj thët kozezori ti. Kur kthehet shoku e gjen macën e ngordhur. Po thash se do të ngordhje. Po tha nuk ngordhi pse e kam lajtur. Ai mas që e ka lajtur e ka shtridhur t'i dale ujti. Edhe unë jam një që jam shtridhur ma. 80 vjet i kam, po mas i mu dha fjala, edhe unë do t'i tham disa fjala. Allah. Sonte në bashkoj Germa A. Në klasën e parë fillore, do të shkrojmë Germën A të shtipit madhe. E shkrojtëm me 3 shtrëngime. Mësuesi ma shtrëngoj dorën, dora e shtrëngoj lapsin, lapsi e shtrëngoj letrën, dhe në letër e shkrojtëm Germën A. Arsimtari që e dua shumë, dhe këtë arsimtar t'i du, dhe këtë profesorat t'i du, tha do t'a shkrojmë edhe një Germë A. E shkrojtëm përsëri dhe Germën A tjetër. Do t'a shkrojmë edhe një Germë A. U bon 3 Germa A në fletore. Atëherë si fëmi, nuk disha të dalojt bardhën për të zezës. Kur rita zburova 3 emna që filloj me Germën A. A Allah, A Adem, A B C e deri në barim. Pre Allahu të kryur në barë gjësia, pre Ademit erdi në barë njërzia, dhe pre A B C-s erdi në barë dituria. I tham një shokut, mas Germës A, kush vinë? Tha vinë Germa B. A ma gjenë një emën që fillon me Germën B? Tha po, tha burek. Nuk burek, bismillah. Se në bismillah i fillon me Germën A. Po i hajtë burek, i rifit nuk ka pas problem në laj. Qka zbulova për Germës A? Germa A lartë në gjitme, dhe në mesë në gjitme. Di vija vertikale të ngjitme lartë, di vija vertikale të ngjitme me vijën horizontale. Kur ne muslimane, po edhe ne shqiptarët, nëse i lidhim mendimet, kokat njëni me qetin, dhe kapim i dorë për dore, do të shkojmë përpara me izin Allahut. Po thonë inshallah. Se i përmenda këtë këta. Një djalosh 7 vjeçar e vedh një kokë veze të kujshia. Kujshia e merr vesh. Kapen di kujshia atë shumë ashpër sa që vinë deri fizikisht të sulmohen. Hoxha imami e merr vesh. Shkon te kiçja e zhvedhur ajo kokë e vezës, edhe mos e s'ka kuptim për nivoj, për një vezë, a kapet njeriu. Ora tha unë kërkoj hakin tem. Hoxha shka i thët? Thët ndijo, cëlla është ma e vlefshme ke ju? A kokra e vezës që a zhvedhër, apo germat për abetares dhe fjalet shqip prej librave shqip? Ha e thamë më kalzo ashtu filozofitej. Unë e kërkoj hakin tem, edhe nëse vdesh për para mije, unë nuk i shkoj në gjenaze. Pa naj mos më bije në gjenaze. Thë ndijo, 5 vjet kam ngranër burk për Germën A, në gjuhën Shqipe, për fjallën Shqip, po më dënoj shqiptari ishte gjikatës, dhe verifikusja ishte shqiptare, unë e shqiptar, folsh në maqinisht. 5 vjet I kam ngranën burk, subhanallah. Ajo se si të bjen në si thonë ajo, në atë mendin e vetë. Po ma në fund t'i tha, derisa ne vedhëm vezët e njani qetrit, bota do të naj vedhe prej abetares germat dhe prej livret tona fjallet Shqip. Lusë Allahu në gjeleshan dhe njëherë, më boj për hajrë. Njëherë doktorit, për këtë mund, ta shpërbleja Allahu gjeleshanu hu, me shpërblimet që i ka të ajë, shpërblim të Ramazanit, bi gajri hisab, inshallah, po një kosish më bëj për hajde në mujnë e Ramazanit. Lillahi l-Fatiha. Allah shpëlef të hodin e ndëruar,
Tani për një fjalë rasti, ftojmë doktor Muazzam Halili, profesor nga Universiteti i Tetovës. Përshëndetje gjithëve, i nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi, të nderuar të pranishëm, është nder dhe privilegj për mua që sot jem në mesin tuaj, për hir të kohës së kufizuar, unë nuk dua ta zgjas shumë. Shfrytëzoj rastin, lut Zotin e madhëruar të japë shëndet doktorit ton të nderuar, të vazhdoj me kontributin e tij shkencor që padyshim ndikon në dobi të shoqërisë në përgjithësi. Unë për profesor doktor Shefqet Krasniqin sot kam sjellur një libër dhe desha në shenjë mirënjohje të ja jap, kështu që edhe një herë falënderit shumë për prezencën që ma keni mundësuar dhe gjitha ato kontribute të cilat doktori jon i nderuar ka dhënë për shoqërinë. Faleminderit Zoti ju nderoft. Në vazhdim në këtij misioni për të ofruar dijen me besimtarin, sonte do të prezantohet edhe aplikacioni i hoxhës profesor doktor Shefqet Krasniqi, i cili do të shfaqet në ekran si një dritare moderne komunikimi që sjell fjalën, mësimin dhe këshillën më pranë nesh, në çdo kohë, në çdo hap të përditshmërisë sonë. Në tavolina e kemi gjithë, po unë e kam pas shkruar si një djalë kam e prezantuar për aplikacionin. Leonid Kuleta. I nderuar nikoqer i këtij iftari, hoxh doktor Shefqet Krasniqi, të nderuar hoxhallar, të nderuar kryetar komunash, deputet, të nderuar vëllezër të pranishëm. Shfrytëzojmë rastin të haroj muajin e bekuar të Ramazanit, Zoti ua pranoft agjërimin dhe lutjet tuaja. Para jush, me kënaqësi dhe privilegj, dëshirojmë t'ja prezantojmë një aplikacion i cili është dedikuar punës dhe veprimtarisë së hoxhës Shefqet Krasniqi. Duke pas parasysh, hoxha ka një shikueshmëri shumë të lartë në mediat sociale, po ashtu pyetje, qindra mira pyetje çdo javë dhe dëshirën për çasje më të lehtë në dije. Kemi pas se dija është e kërkuar shpesh herë, por është përndarë. Çasja duhet të jetë më strukturuar dhe më e lehtë. Dhe në këtë formë kemi bërë një platformë të cila i mbledh të gjitha në një vend, një shërbim që ruan, organizon dhe shpërndan dijen islame në çdo kohë dhe në çdo vend. Këtë aplikacion e kemi dhënë në 4 shtyra themelore, siç janë ballina, derset, audiolibrat, pyetjet dhe fetvat. Tek ballina janë kryesisht derset e fundit, ku janë domethënë 3 derset fundit, këshillat e hoxhës dhe po ashtu shkputjet. Tek moduli i dersave janë derset më të reja, pra gjitha koleksionet, duke përfshirë një kërkim të avancuar, po ashtu koleksionet të strukturuara siç janë komentimi i Buhariut, tefsiri, po ashtu komentimi i fikut e kështu me radhë. Tek moduli i audiolibrave është moduli i cili përfshin gjitha librat e hoxhës, domethënë në formatin audio, po ashtu në formatin PDF. Formati audio është formati ku mundësohet të dëgjosh librat përmes telefonit në sfond, duke kryer punë tjera, po ashtu formati PDF është mundësia për lexim dhe shkarkim të librave, domethënë direkt nga aplikacioni. Moduli i fetvas dhe pyetjeve. Ky modul përfshin domethënë është moduli më i rëndësishëm, për shkak se këtu janë fetvat strukturuara dhe është mundësia për pyetje direkte. Për shembull, dikush don me ditë diçka për agjërimin, për namazin, për haxhin e kështu me radhë, te ky modul mund të gjeni gjitha përgjigjet në moment, po ashtu mund t'i kërkoni përgjigjet e juve. Po nëse nuk e gjeni rastësisht përgjigjen juve, është mundësia me dërguar një pyetje përmes aplikacionit dhe përmes aplikacionit hoxha ju përgjigjet apo dikush nga stafi. Çka karakterizon këtë modul është për shkak se njoftimi vjen direkt pasi ta merrni përgjigjen. Le të themi që ke bënë një pyetje dje, sot nëse bëhet përgjigja, ju vjen domethënë njoftimi juve. Po ashtu, ky aplikacion përmban edhe njoftime siç janë kur kemi ligjërata live,
kur kemi pyetje të ndryshme, kur kemi emisione. Domethënë, çdo herë sa ka diçka ndonjë event të caktuar, do njoftoheni përmes aplikacionit. Ekipi teknik i këtij aplikacioni jemi 4 shok, të cilët punojmë në kompani ndryshme. Këtë aplikacion e kemi tentuar me zhvilluar me standarde të larta të programimit. Ajo që e karakterizon është e veçantë, sado që të zhvillohet mirë, pra përmbajtja e tij na jep një kohje apo jep vlerë. Së përndryshe do të ishte vetëm një strukturë e programimit, por me përmbajtjen dhe derset e hoxhës shpresojmë që të jetë shërbim ndaj dinit islam. Këtu e keni QR kodin, cili mundi me bë foto në telefon, edhe mundi me instalu, po ashtu edhe në tavolinët tuaja e keni QR kodin, domethënë nuk është menu iftari, është i aplikacionit, edhe mundi me instalu pa problem. Faleminderit për vëmendjen, Zoti ju shpërbleft. Faleminderit, edhe aplikacioni ishte i qartë dhe i lehtë. Atëherë miq të dashur, në praninë tonë kemi një mik të hoxhës, miku i hoxhës Shefqet Kasniqi, është doktori Bardh Raci, i cili i nderoi gjithë mjekët shqiptar në Londër në një garë ndërkombëtare, cili mori çmimin kirurgu më i mirë oral në vitin 2024. Ai është ligjërues në shumë kongrese europiane, po ashtu edhe këto ditë do të kemi prezantues të inovacionit të tij në Universitetin e Harvardit. Doktor Bardhi ka na kallëzuar diçka për hoxhën, ftojmë doktor Bardhin. Selam aleikum wa rahmatullah. Kënaqësi e madhe, faleminderit prof për ftesën, edhe kënaqësi e madhe që na bashkon kështu spaku një herë në vit në këto iftare të begatshme. Nuk deshta me fol për ato që na prezantuan, po një histori të shkurt me profesorin. Ishim në hapat e parë derisa po njiheshim me profesorin, edhe më interesonte që gjatë luftës nuk kam agjeru një 15 ditë. E unë e kisha ndjenjen që profës, kur i tregoj profesori, ka më thonë të lumt, s'ka lidhje, kryesorja është ballë, i thash prof, s'kam agjeru gjatë luftës 15 ditë. Tha, pse vlla, tha, s'ke agjeru, s'ke pas me hangëra, thash, kishim me hangër diçka, po shumë pak edhe i din situatat më. Tha vlla, ato, tha, i ki bërës dhe në ditë gjykimit. Edhe pata kompenzu ato, po gjithmonë sa herë bëjsha një, të isha s'ka faj prof, apo ka une që kom vetë. Kështu që e pash aplikacionin edhe me frikë ka me vetë. Realisht ne krenohemi me profesorin edhe me atë që ajna prezenton neve, duke qeni palë kundur në qëndrimet e tia. Me insistimin e tyne më thanë t'ju përshëndesim, unë du m'ju përshëndet gjithve dhe me ju thanë me zemër se ju dojmë, edhe është kënaqësi e madhe të jemi këtu. Profesor, faleminderit, suksese për librat edhe për aplikacionin dhe për gjitha tjera. Faleminderit. Faleminderit doktor, Zoti nderoft, 15 ditë pas kiametit bërës, dhe në ditë kiametit mos i harro. Të dashur miq, për me fresku pak, ftojmë ilahiste tonë, vëllezërit brava, për një ilahie. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallim ka marrë, në akşam me baj iftar. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallim ka marrë, në akşam me baj iftar. Lumaj që ta din ty vlerën, për gjennet e ka qel derën, veprat mira kur sa të mund, shumë fish Zotin a i pagun.
veprat mira kur sa të mund, shumë fish Zotin a i pagun. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë malin ka marr, në akşam me baj iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë malin ka marr, në akşam me baj iftar. Çdo ditë me gëzim po kalon, ti mes veten afron, asi kur Zoti ta ban, që çdo herë t'jetë Ramazan. Asi kur Zoti ta ban, që çdo herë t'jetë Ramazan. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë malin ka marr, në akşam me baj iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë malin ka marr, në akşam me baj iftar. I devotshëm ma do t'jesh, bëj ti dhikër sa ma shpesh, me ndeni me sa ma mirë, me i përcjell këtë mysafir. Me ndeni me sa ma mirë, me përcjell këtë mysafir. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë malin ka marr, në akşam me baj iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë malin ka marr, në akşam me baj iftar. Zotë është përblift. Të dashur miq, tani për një fjalë raste nga shoqata e invalidëve të luftës, e ftojmë zotëri Gjevdet Qiriqi. Të nderuar hoxhallar, të nderuar përfaqësues të institucioneve të Republikës Kosovës, të nderuar kryetar komunash, deputet, gjithë ju të pranishëm. Është kënaqësi dhe nder sonte të jem në mesin e juaj. Falënderit hoxh profesor doktor Shevqet Krasniqi për ftesën. Unë nuk du me zgjatë shumë, por du me ju falenderu në veçanti juve, po posaçërisht edhe gjithë hoxhallarëve për kontributin edhe për ndihmën që e keni dhënë për kategoritë e luftës. Falënderit edhe një herë shumë. Të dashur miq, spari duke kërku vëmendjen tuaj pak, kemi pak parasysh se ndoshta një të bëni veçesimi pa, por kërkoj mirëkuptimin tuaj për vëmendje. Sonte nuk jemi thjesht në një provojim librash. Jemi në një mbrëmje ku dia ndërohet dhe fjala merr vendin që i takon. Ndërsa panelistët tanë të nderuar do të ndajnë reflektimet e tyre rreth vlerës dhe mesazhet që i përcjellin këto dy libra. Pa humbur kohë,
me lejen të prezantoj me panelistët, më falni. Me panelistët tonë të nderuar, Hoxha i nderuar Irfan Salihu, Hoxh Doktor Besnik Lumnica, ftoj të nxëni vende juaj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلندرم الله جل جلاله për çdo dhunti që na e ka dhënë. Salatet, selamet, përshëndetjet, lutjet tona më të mira janë për më të mirën e gjithë pejgamberëve Muhammedin, të birin Abdullahut, familjen e tij të pastërt, sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe me gjithë pasues sunetit të tij deri në ditë gjykimit. Pastaj falënderimi i veçantë për Hoxhën e nderuar që po bëhet sebeb që të bohemi nga gjitha viset shqiptare, që të bohen strukturat të ndryshme të shoqërisë tonë që kontribuojnë për të mirën e kësaj shoqënie. Dhe këto takime, subhanallahu, po duket shumë shpejt po vinë, ndoshta edhe afërsia e kohës. Çdo herë po më duket se më shpejt po na vije Ramazani i dytë. I kishin pyet Nasradinin, i kishin thonë Hoxhës, Hoxh, na shumë pëdojmë Ramazanin, Ramazani ana don neve. I kështë thonë Hoxha, po mos me na dash, çdo vjet ka 10 ditë ma herët s'kishte ardhur. E këta i tha në na, tha jemi të mërzit, tha, që po shkon, tha mu pas mërzit, tha se kishit bo kur të shkon Bajram 3 ditë. E neve elhamdulillah që po na mundson Allahu Teala me u taku me zvete në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, muajin e Kur'anit, dhe me fol për komentimin e fjalëve të Kur'anit është privilegj. E me spjegu edhe ma tepër e këtë privilegj edhe Allahu Teala, Hoxhës ton, doktorit ton, doktor Shevqetit, që më duket është unik në trojet tona, që ka vite që e spjegon para xhamatit Kur'anin, kuptimet e ajeteve të Kur'anit, e pastaj ato i qet në letër, dhe kohë pas kohë kështu po plotësohet një nimet i shumë pritur në popullin ton, dhe lusë Allahun Teala inshallah. Unë sonte do t'jem fjalë të shkurtra, vetëm diçka me fol për surën Sejdë, që është në gjysmën e 21. Doktori nëse zgaboj ka arrit deri te gjysmën 27, suratul Rahman. Gati është përfundim. Allah i dhash të ymër të hajrit, e bereqetin në kohë edhe ndije që ta përfundoje këtë projekt madhështor që lexuesi shqiptar, musliman dhe jo musliman, ta ketë në durt e veta Kur'anin, librin famlar, të cilin unë për herë të parë në vitet 80-ta, apo po më duket vitet 80-ta në fillim, e di baba si Hoxh që pa të pru disa pjesë të përkthimeve të Hoxh Hafiz Ibrahim Dalliut, dhe atëherë për herë të parë pa ta pa në gjuhë shqipe Elhamin, se zakonisht lexonim literaturë në gjuhën bosnjake, literaturë islame. Tash alhamdulillah kemi mundësi edhe e kem shumë ma lehtë me lexu literaturën në gjuhën tonë. Dhe këtë kontribut gjithsesi doktori është të e dhanë, dhe lusë Allahun Teala inshallah që të na shpërbleje për këtë punë jashtëzakonisht të madhe. Prandaj muaji i Kur'anit, dhe po mundohemi disa fjalë me i fol për sure dhe fjalë të Kur'anit. Surët Sejdë, të cilën në pikat shkurta do të mundohem vetëm disa fjalë me i fol në lidhje me ta, është sure Mekkase, mirë po janë disa prej ajeteve të cilat kanë zbrit Muhamedit alayhi salatu wasalam, i kanë zbrit në Medine. Janë 3 ajete ose 5 ajete, prej ajetit 16 deri në 18, apo deri te ajeti i 20 i kësaj sure, që kjo sure i përmban gjithsejt vetëm 30 ajete.
Është surja 73 e zbritur me radhë dhe thash gjendet në gjuzin e 21 të Kuranit. Ka zbrit pas surës Nahl edhe para surës Nuh, është rendit si surja 32 e renditur pas surës Lukman, dhe sikur ajo edhe surja Sejdë flet për tauhidin, njëshmërinë, besimin në Zotin. Zate shumica e ajeteve dhe surave që kanë zbrit në periudhën e parë të shpalljes, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjatë qëndrimit të tij 13 vite si pejgamber në Mekë para se të shpërngulej në Medinë, janë kryesisht ajetet të cilat flasin për besimin në Zot dhe besimin në kushtet e imanit edhe besimin në ditën e gjykimit, për shpërblimin dhe ndëshkimin që do t'ju bëhet robëve të Zotit në botën tjetër. Secili prej neve do të dim se nuk jemi ardhur kot së koti, por e kemi një qëllim, e qëllimi i parë dhe final është adhurimi i Zotit. Dhe për 13 vite të tëra Allahu Teala këtë nguliti në zemrat e Mekasve spari që të besojnë Zotin e tyre se është një dhe të besojnë se ata e kanë një qëllim, ajo është adhurimi i Zotit tyre dhe e kanë një takim me Zotin e tyre kur do të japin llogari për atë se a kanë qenë të bindur, të dëgjueshëm ndaj Krijuesit. Nëse kanë qenë, atëherë do të shpërblehen, e shpërblimi Allahu Teala është xhenetet e përhershme, ndërsa nëse kanë qenë të pabindur, janë rebelu, kanë refuzu udhëzimin hynor, atëherë gjithsesi se do të kenë dënim, e ajo është xhenemi, Allah na ruaj prej dënimit të saj. Pejgamberi alayhis salam e ka përmend këtë sure, i gjem që i ka përmend edhe hoxha, Allah shpërblev gjatë shpjegimit të tefsirit. Pejgamberi alayhis salam e ka lexuar surët Sejdë namaz sabah ditën e Xuma, dhe po ashtu pejgamberi alayhis salam, hadithin që i transmeton Imam Ahmedi, Tirmidhiu, Sheikh Albani i ka thonë hadithit sahih, nuk flinte pejgamberi alayhis salam pa e lexuar surën Sejdë, surët El Mulk. Edhe kjo sure, sikur surët tjera mekase, e ka trajtu çështet e besimit, ku fillon me vërtetësinë se Kurani është libri i Allahut që është zbrit Muhamedit alayhis salam, dhe se nuk është libri i Muhamedit, i është zbrit Muhamedit alayhis salam, është fjalë e Zotit që është zbrit të dërguarit të Zotit. Allahu Teala zgjedh nga njerëzimi njerëz të cilët do të bajnë mesazhin e Zotit dhe do të transmetojnë atë të robët e tjerë tek Zoti, të Zotit. Këtë punë kanë kryer pejgamberët e Zotit, në mungesë tyre e kryen xhallarët, dietarët, barcit e dijes së fjalës së Zotit dhe udhëzimit profetik Muhamedit alayhis salam, ka qenë, është dhe do të jetë deri në ditën e gjykimit, dhe lumë për atë i cili me ndere kryen këtë punë të ndershme që transmetoje fjalën e Zotit tek robët e Zotit. Surja flet edhe për gjendjen e jo besimtarëve në ditën e Kiametit, kur do të kuptojnë të vërtetën, por tepër vonë do të jetë për ta. Ka shumë njerëz të cilët mendojnë se kot së kodi kanë ardhur në këtë botë dhe nuk dojnë mi u bind, i kalojnë ditët, javët, mujt, vitet e jetës tyne, ata tregohen të pabindur ndaj Zotit vet, në ditë gjykimit do t'ju sqarohet e vërteta e madhe, se ata e kanë pas një qëllim dhe këtë nuk e kanë kry, e do t'japin llogari, do dalin para Krijuesit për të dhënë llogari. Pastaj surja flet edhe për gjendjen e besimtarëve, të cilët Allahu Teala ka treguar se ata janë që i binë sejdë Krijuesit tyne me kënaqësi më të madhe, falen dhe e madhrojnë Zotin e tyne.
Zatë edhe kjo pjesë, ku Allahu Teala e diskuton çështjen e besimtarëve dhe ka marrë edhe sureja, kaptina e ka marrë emrin sureja e sejdës për uljes karshi madhnisë Zotit ton. Falenderojmë Allahun Teala që na ka mundsuar të jemi të përulur para madhnisë tij. E sa ata të cilët nuk e kanë shiju ëmbëlsinë e kësaj, Allahu ua mundsoft inshallah që të shijojnë çfarë do të thotë të njeh madhështinë e Zotit dhe të përkulesh Allahu Teala dhe të bien sejdë karshi madhnisë Zotit tënd që çdo send që kemi prej tij. Dhe në fund fare urdhërohet pejgamberi alayhis salatu wassalam që të mos lodhet me idhujtarët Mekas që luftonin atë, mos të merret me mendjeletësinë e tyre, mos të polemizojë me ta, se do të vijë koha kur ata do ta kuptojnë hakun. Kjo vlen edhe për kohën e sodit, edhe për ne, që ata që na ofendojnë fen, sa ja vlen me u marr me ta. Gjithsesi që ja vlen me u marr për m'ia usqaru hakun, por asesi me u lodh atë shumë e me u mërzit atë shumë me njerëzit mendjelet, të cilët për çdo send don polemizojnë me besimtar, me besimin e tyne, me agjerimin e tyne, me shamin e tyne, me mjekrën e tyne, sjelljen e tyne, për shkak se nuk e njohin fen e tyne, e parazgjithash nuk e njohin Zotin e tyne, andaj edhe armiqsohen ndaj asaj që nuk e njohin. Allah i na përmirësoft dhe i përmirësoft të tillët. Doktori gjatë shpjegimit kuptimit ajeteve kuranore shihet që është përmbajt metodologjisë së selefit gjatë komentimit të ajeteve ku flitet për emrat dhe cilësitë e Allahut, duke i mbet besnik kuptimit të selefit dhe duke mos ndryshu kuptimin e ajeteve, dhe kur e komenton për shembull ajetin e 4 të kësaj sureje, ku thot Allahu Teala: Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard wama baynahuma fi 6 ayyam thumma stawa 'ala al-'arsh, mënyrë të përpikt e bën komentimin e kësaj ashtu siç e kanë bërë dhe gjeneratat e para, dhe pasi ai krijoi krijesat, qiejt dhe tokën në 6 ditë, ai u ngrit mbi arsh. Dhe në këtë mënyrë edhe e ka përkthyer që e përgëzoi Allahu shpërbleft dhe e shpjegon më vonë duke thënë se arshi është krijesa më e lartë, është qatia e gjitha krijesave, pasi krijoi krijesat e tij ai u ngrit mbi arsh, ngritje e cila i përket latmardhërisë së tij, pa hyrë në detaje për formën e ngritjes. Ky është edhe mendimi i Ehli Sunnetit. Prandaj edhe Imam Maliku kur është pyet, dhe këtë edhe doktori e përmend në tefsirin e këtyre ajeteve, kur është përmend Imam Maliku se ç'është istivaja, ka thënë istivaja është send i njohur në gjuhën arabe. Ka thënë forma nuk e di. Ajo i përket madhnisë Allahut, që shika hije atij se si e ka bën ngritjen, ndërsa pyetja rreth kësaj çështje është bidat, është risi. Çështjet që kanë të bëjnë me çështjet e besimit me Zotin ton janë çështje një për kuptimet të Islamit, përveç e ka kuptimin paq, është el istislam, mu bë teslim, mu ju dorëzu. Sikur që shumë herë ne prind ton nuk lypim argument kur baba thot s'kam pas me hongër, s'kam pas me pi, s'kam pas teshat mjaftueshme, ne nuk i lypim një argument, po i besojmë se jem prind ton, e parazgjithash ne e besojmë çështjet e besimit ku s'kem mundësi me ta konkretizu me argumente materiale se është një gjë e tillë. Nëse Allahu ka thënë është ngrit, është ngrit. Andaj e përfundon, unë nuk jam marrë me shpjegimin në tërësi të gjitha ajeteve për shkak kohës, për arsye se edhe është kërkuar që mos të jemi të tezgjatur në çështjen e komentimit, dhe kem edhe një tjetër panelist në këtë çështje. Por du të falenderoj edhe një herë hoxhën, Allahu shpërbleft për punën e madhe që ka bërë, sidomos çështjen e tefsirit, që është thash unike, që nuk është marrë dikush në mënyrë kaq sistematike me vite të tëra dhe me durim që e ka bërë doktori. E lutë Allahu që t'ja shpërbleje këtë mund, dërsa ne të tjerët që ndrojmë pranë, të ndihmojmë çdo projekt të hajrit, që është në të mirën e besimtarëve
dhe komunitetit popullit tonë në përgjithësi, e parasgjithash një punë e këtill është jashtëzakonisht e vlefshme dhe e dobishme. Zoti është përbleft dhe juve Zoti ju nderoft për sabrin e treguam. Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah shpëleft Hoxhën Irfan. Para se japim fjalën panelistit të dytë, doktor Besnik Lomnica, ju ftoj se do të japim edhe një koçirit ton fjalën, se po kam disa mesazha, a ka më na fol pak Hoxha doktor Shevçeti, por pasi të dëgjojmë doktor Besnik Lomnicën, na fol për librin, pastaj japim fjalën edhe Hoxhës patjetër. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tash do të shëhetin përveç se gjeni në televizion si çdo herë dhe në radio edhe në xhamit të mëdha të mërkurëve, mund ta gjeni edhe në aplikacionin i cili u përrua sot. Kështu që edhe nëse së leconte, e gjejmë atje inshallah taala. Të ndëruari Nikoqer, autori i librave, profesor doktor Hoxhi unë i madh Shevçet Krasniqi, ndëruar pjesëmarrës. Milioni që fillimisht ta falenderoj doktorin për punën e madhe që është duke bërë ndërvitën në vendin tonë. Për davetin e palodhshëm është një shembull jashtëzakonisht jo vetëm për ne xhallar, por për gjithë njerëzit punëtorë, se qysh duhet me punu dhe qysh duhet kohën me shfrytzu dhe jetën të nësi. Por pak si shembull ndoshta është ai pa rrethshëm sepse doktori ka shku lart. Zoti ja pranoftë në gjitha veprat që i ka punu dhe i punon dhe vazhdon të punoj. Nderuar pjesëmarrës, ka dyshim se fjala jonë promovuese është akademike, shkencore, por ambienti nuk i përshtatet shumë, audienca shumë, por me luge, me piruna, po është pak problem ndoshta me fol për një promovim libri megjithatë. Doktori që disa vite po bën këtë kombinim të bukur mes iftarit dhe promovimit të librit. Do të mundohem që përmes disa pikave të shpalosi para jush rëndësinë që ka libri, dhe kjo ndoshta është pika kryesore të dashur pjesëmarrës në këtë iftar e kësaj fjale time të këtij promovimi. Kurse për surën, për ajetet e kështu me radhë, i gjeni me lenin Allah Azza wa Jall në komentim. Surja ose libri që unë kam, fjala im do të ka të bëjë me librin, komentimin e librit surës Ahzab, surja 33 me radhë e rënditur në Kur'an, i ka gjithsej 73 ajete dhe ka zbritur në Medinë. Përmes disa pikave do të paraqes kumtesën time në ne. Rëndësia e këtij libri qëndron në faktin se ai kushtohet Kuranit të Madhërisëm, përkatësisht komentimit të librit të Allahut Azza wa Jall. Në mënyrë specifike ai trajton një kapitull që përmban tema të rëndësishme dhe të domosdoshme për jetën dhe formimin e muslimanëve, duke i dhënë veprës peshë të veçantë fetare, edukative dhe shkencore. Po ashtu, nderuar, libri merr rëndësi të veçantë edhe për faktin se vjen nga pena e një hoxhe të shuar dhe një personalitetit të njohur të dijes dhe të shkencës islame. Këtë dëshmon me së miri fakti se vepra që promovojmë sot së bashku përbën librin e 57 me radhë të botuar nga profesori nderuar doktor Shevçet Krasniqi, çka reflekton një përvojë të gjatë për kushtim të vazhdueshëm dhe kontribut të madh në fushën e studimeve islame. Autori fillon veprën me një hyrje të strukturuar mirë, duke paraqitur në mënyrë të përgjithshme një pasqyrë të përgjithshme me titull Njohuri të përgjithshme për surën Ahzab, ku trajton çështje si emërtimi i surës, vendzbritja e saj, përshtatshmëria me surën paraprake, si dhe temat kryesore që ajo përmban. Kjo hyrje jep lexuesit një orientim të qartë metodologjik dhe tematik për vijimin e studimit. Një ndër përparësitë e këtij libri qëndron në metodologjinë e ndjekur nga autori,
i cili para se të hyjë në kuptimin e ajeteve, paraqet një përmbledhje të shkurtër të përmbajtjes së tyre. Më pas, ai trajton dhe analizon ato në mënyrë të detajuar duke i komentuar një nga një me qartësi sistematike, çka dëshmon për një qasje të strukturuar dhe të mirëfillt të shkencore. Përparësi tjetër e veçantë e këtij libri qëndron në faktin se autori në këtë libër ndjek me përpikëri metodologjinë e mufesirëve dhe komentatorëve të mirëfillt të Kuranit. Ai komenton ajetet fillimisht me ajetet të Kuranit, me pas me hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe me pas edhe me fjalë duke përfshirë edhe mendimet e mufesirëve dhe komentatorëve më eminent, siç ishte Ibn Abbasi radhiyallahu anhu dhe dietarët të tjerë, çka jep veprës thellësi dhe besueshmëri shkencore. Një vlerë tjetër e librit qëndron edhe në faktin se ai ndjek me konsekuencë metodologjinë e Ahlus Sunnetit në komentimin e ajeteve. E kjo vërehet qartë kur të flet për çështjet e besimit, imanit, apo dhe kur të flet për ehli bejtin, pra familjen e profetit alayhi salatu wassalam, gjë që jep veprës qartësi doktrinare dhe qëndrueshmëri metodologjike. Autori në komentimin e surës Ahzab mbështetet në burime të mirëfillta dhe autentike të tefsirit, duke u referuar kryesisht veprave klasike të dietarëve të hershëm si tefsiri Ibn Kathirit, tefsiri Taberiut, tefsiri Razi, edhe shumë tefsirët e tjerë, çka dëshmon për thellësinë dhe besueshmërinë e këtij libri të tefsirit. Libri gëzon një vlerë të lartë akademike dhe shkencore, e cila dëshmohet edhe nga numri i konsiderueshëm i referencave të përdorura nga autori. Ai është mbështetur në mbi 100 burime, kryesisht vepra të mbinjohja të shkencës së tefsirit, por edhe të disiplinave tjera islame, çka jep studimit thellësi, seriozitet metodologjik dhe besueshmëri shkencore. Ky punim nuk është thjesht një libër tefsiri, por njëkohësisht përbën edhe një vepër të akides, fikhut, sires, edukatës, pasi përmbledh një gamë të gjerë njohurish dhe informacionesh nga disiplina të ndryshme shkencore, duke i dhënë veprës karakter gjithëpërfshirës dhe vlerë të veçantë studimore. Autori shpesh herë sjell dobi të ndryshme që nuk kanë të bëjnë direkt me ajetet, por me mjeshtri ai nxjerr shumë margaritar, siç bëri në fillim të surës kur përmendet profeti alayhi salatu wassalam. Aty autori zgjerohet dhe flet për edukatën e thirrjes së pejgamberit alayhi salatu wassalam, pastaj foli për biografinë e Zeidit, por edhe shumë gjëra tjera të dobishme për sukun Ukad dhe kështu me radhë. Po ashtu të dashur vëllezër, vërehet qartë aftësia autorit për të nxjerrë kuptime të reja nga ajetet. Siç bëri në komentimin e ajetit 4, kur Allahu azza wa jall tregon se nuk i është dhënë asnjë njeriu, nuk i janë dhënë dy zemra. Doktori ose autori i librit e jep një kuptim interesant. Po citoj: them se me këtë mund të jetë për qëllim Islami dhe kufri, ku Allahu xhaleshanu i sjell një shembull njerëzimit se ashtu si nuk ka mundësi që njeriu të ketë dy zemra në trup, po ashtu nuk ka mundësi që edhe kufrin edhe imanin të ketë së bashku në të njëjtën kohë, ose ka imanin ose ka kufrin, të dyja jo. Bujaria dhe zemërgjërsia, por edhe interesi doktorit për thirrje dhe davet nuk manifestohet vetëm në këtë iftar madhështor, por ajo duket qartë edhe në kopertinën e këtij libri, ku ai thekson: ky libër mund të kopiohet pjesërisht për përdorim personal dhe jo fitim prurës. Madje një veprim i tillë rekomandohet për qëllime promovuese të veprës, si dhe për afirmimin e kulturës së leximit përgjithësi, çka dëshmon për frymën e tij të hapur dhe për përkushtimin ndaj përkrahjes së dijes. Allahu e pranoft këtë vepër dhe këtë iftar hoxhë nderuar doktor Shefqet Krasniqi. Allahu ju dhënë shëndet, bereqet dhe suksese të mëtejshme në shërbim të fesë
dhe dijes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderojmë nga zemër panelistët për fjalët e tyre të çmuara, për vlerësimet e sinqerta dhe për frymën motivuese që i dhanë kësaj mbrëmje. Tash me respekt të veçantë dhe me ndjenjë nderimi, kam kënaqësinë të ftoj autorin e librave, Hoxhën profesor doktor Shefqet Krasniqi, të ndajë me një disa fjalë rreth veprave dhe mesazhit që ato përcjellin. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar kryetar të komunave me stafin tuaj, i nderuar mysafir i veçantë special, kryetari i Bashkisë së Kavajës me stafin e vet, zotëri Fisnik Qosaj. Të nderuar deputet Parlamentit të Kosovës, të nderuar përfaqësues të ushtrisë tonë të lavdishme, të nderuar përfaqësues të policisë sonë krenare, që vërtet na bëni të jem krenar me ju. Të nderuar hoxhallar, koleg, imam, të nderuar përfaqësues të dalur nga organizatat e luftës sonë çlirimtare, të cilët e dhat atë që kërkua nga jo, e gjetëshe në ditën e kiametit në peshojat e mira kur dilni para Allahut Azza wa Jall. Të nderuar profesor dhe arsimtar, të nderuar mjek të lëmive të ndryshme, të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar përfaqësues të shoqërisë civile, të nderuar mysafir nga diaspora, nga Italia, Anglia, Slovenia, Gjermania, Zvicra, mysafir nga Turqia, të cilët e përshëndesim dhe e urojmë mirëseardhje në këtë tubim. Shumë i nderuar Haxhi Rahmani, plaku i vjetër i Rrugovës, pleqnar me zë në veçantini Dugaxhen, por dhe Gjetiju, ju panelistë të nderuar, ju të gjithë që jeni prezent në këtë tubim, në këtë iftar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jemi në muajin e bekuar Ramazan, në iftar. Jemi në vitin 1427 Hijri, në vitin 2026 Gregorian. E me qenë se jemi në iftar, vlen ndoshta vetëm sa për një hori edhe për kuriozitet e për kënaqësi, për të rikujtuar Ramazanin e parë në historinë islame. Ishte viti i dytë Hijri i shpërngulës së pejgamberit alayhi salam në Medinë. Në muajin Shaban, i cili është muaji 8, zbritën ajetet të cilat obligojnë agjerimin e Ramazanit. Pejgamberi agjeroi alayhi salam më njëherë, sepse mas Shabanit erdhi Ramazani me shokët e tij. Pra ishte viti i dytë, e agjeroi Ramazanin bashkë me ta. Dhe Ramazani ata shkuan, por Ramazani mbeti. Ata shkuan, por Islami mbeti. Nga viti i dytë Hijri, tani po numërojmë vitin 1400
47 çdo vit pati Ramazan. Çdo vit agjeruan muslimanët në 4 anët e botës. Sa grupe, popuj, shoqëri futeshin në islam, më njëherë kuptonin se pjesë e islamit, madje shtyllë për shtyllave të islamit, është edhe agjerimi, dhe njerëzit shpejtonin ta zbatonin këtë detyrë. Me gjithë sfidat e mëdha të cilat i përjetuan muslimanët gjatë historisë së tyre, si fjala vije sfida e fundit dhe shumë e rëndë komuniste që përjetoi populli jon krejt dhe shumë popull të tjerë musliman anë kënd botës, ku atë shumë u luftua Ramazani, atë shumë u luftua Islami, por megjithatë muslimanët arritën ta tejkalojnë edhe atë sfidë dhe Ramazani të mbetet. Komunizmi shkoi, sistemi komunist u largua për gjithmonë, por Ramazani mbeti dhe u rikthye sërish edhe njëherë edhe në ato vende, sikurse në qytetin e Kavajës, që vërtet është një qytet shembull i shkëlqyshëm i qëndrueshmërisë së vëllezërve e motrave muslimanëve shqiptar që si qëndruan besnik ndaj fjalës së Allahut Azza wa Jall, e agjeruan Ramazanin më sheft shumë prej tyre dhe me zipritën që t'y bie ajo pengesë e rëndë e madhe, të largohet e barrierë dhe t'i kthehen xhamijave, shtëpive të Zotit dhe të agjerojnë e të shtrojnë sofrat e iftarit. Madhështia e madhe ky Ramazan. Shëhret i madh me agjeruar këtë Ramazan, pra kaluam shumë sfida ne si musliman dhe jasad jemi bashk në këtë sofer të iftarit. Kur them bashk, kam për qëllim të gjitha strukturat, dhe kë është edhe njëri prej synimeve të mia që në këtë iftar të bashkojmë vëllezërit tanë të lemive, të strukturave, të drejtimeve, të orientimeve, të ndryshme, të jetës së tyre. Në mënyrë që me i tregu Zotit lartë në qiell, po dhe poshtë në tokë dushmanëve të dinit, të cilët atë shumë e luftuan dinin, atë shumë përpiqen që të na luftojnë e Islamin nga zemrat tona, ta na largojnë, por nuk jarritën. E ne i dëshmojmë Zotit lartë në qiell se ne duam atë, e duam edhe dinin e tina. E duam edhe njëri tjetrin dhe ja jemi bashk në këtë muaj të bekuar, respektivisht në këtë sofer prej sofrave të iftarit. Jemi të gjithë bashk në sofer, por duhet jemi të gjithë bashk dhe veç jemi të gjithë bashk në idealet tona, për fe e për atë që të punojmë për dinin tonë, të punojmë për atë dheun tonë, për vendin tonë, për popullin tonë. Nuk mohohet fakti se i veç jemi duke punuar, por mundësia ekziston që të punohet edhe më shumë. Duke përgatitur këtë fjalim në kokën time, sa çfarë të flas para jush, ty ma i ders nuk është koha e dersit. Të flas për librat e mi, janë panelistët të dedikuar, të caktuar për këtë punë, Allahu i shpërbleft të dytë. Dhe fundja, librin e keni para vetes dhe mund ta lexoni edhe të japni mendimet e juaja për ta vlerësoni ashtu siç e vlerësoni ju. Por më kujtua diçka, çka ndoshta do t'ja marr pak minuta e të themni diçka, një ngjarje e cila mua më ka prekur shumë kur e kam lexuar se si duhet kontribohet për vatan. Nga se ne si shqiptar kemi nevojë më shumë se kur më parë që të punojmë, fort të punojmë.
për vendin tonë, të ruajmë të mira që na e ka dhënë Zoti dhe të punojmë që të na shtohen këto të mira. Ndoshta një numër juaj keni dëgjuar për një shkencëtar japonez, Takeo Asahira, për të cilin kam lexuar dhe më ka lënë përshtypje shumë të madhe. Do ta shkurtoj biografinë e këtij shkencëtari. E qëllimi është fundi krejt se çka bojnë njerëzit për vatan. E kam lexuar më shumë se një herë. Dhe kam xhelëzuar. E jam mërzitur. Por hakun do të mja dhanë njeriut. Ke nuk ke musliman, ke nuk ke i kombit të një etnis tanë. A dhe dashuria, patriotizmi, vjeshmeria, kontributi, humanizmi, në gjërat e cilat vlerësohen. Janë vlerësuar për fillimit të dynjas dhe dohet të vlerësohen. Sepse njerëzit këto veti kanë. Këzët një në shekullin e parë, në vitet e para të shekullit të 20, qeveria japoneze e dërgon me një grup studentësh në Hamburg, në Universitetin e Hamburg në Gjermani për ta studiuar maqinerin. Këtë thot për vetën e vet. Flet gjëre gjatë, unë e përshkurtoj për mbledhi. Thot shkuam atje dhe profesorat na dhanë na mbushin me libra në studimet postdiplomike. Na mbushin me libra, du të lexoni këto libra. Por asnjë prej tyre nuk u morri mua e më dërgu, më çu në fabrika ku prodhohen makinat. A unë kisha me vete një gale, një dert, një ideal, një ëndër, një shpresë. Unë 24 orë ndrëja se ta marr një maqinë model të di të prodhoj vetë e t'ja qëj shtetit tem, sepse kisha kuptuar që sekreti përparimit të Evropës është zhvillimi teknologjisë. Por këta profesor nuk e bëni gjë të tillë. Në mësën në teori, unë ecja përpara me shkencë, ama e urreja, sepse nuk e arrija të çka doja. Derisa një ditë, prej ditësh, lexova se mohat një panair me disa makina të prodhimit italian. Shkova në atë farë panairi dhe gjeta një makinë me 2 kuaj fuqi. Kushtonte sa pagesa jam, sa paga jam. Ishte fillimi i muajit, vetë se kisha marrë rrogën, pagën që ka qenë shteti. E shteti i mirë, i qënë studentat me i shkollu, por ju të në ta me nejt atje, të në ta më bët ligë, pa ta të më mardien e më këthy, me kontribu vatanit. Tha qatë dinar, atër ka qenë marka, qatë të qepata, pagën komplet e bleva, edhe mezi që morra qova në shtëpi. Por kërë qova në shpi, veç që këqërsha. Skoptoja senën te. Ma që ke mallin vetja si një fëmi kër ja blenë prindin një lodër të komplikuar, edhe veç që këqyr, edhe nuk din që me bon te. Thot dhe, i hapa dosjen, raftat e librave, gjeta, do libra që kisha lezu dhe kisha skica të maqinerisë, qysh përbëhet një maqinë. E morra te, i morra disa letra, dhe fillova disa vegla, dal nga dal, me çmontu, me vizatu, me shënu me numër. Mënyrë që mës gaboj, kur du me i këthy prapë. E çmontova të tërën. Pastaj fillova gradualisht me montu. Dhe mës pët për lodhe për mund, 3 dit nga një shujtje kam hangër. Për gjumë, vetëm sa me mujtë me, në truh me fjetë sa mujtë me vepru. Ska gjumë, ska buk, ska me dalë për banese. Ideal. Mas 3 ditë mëntova e ktheva. O, zëtë fakzimi. I tërgova u dhe hecit grupit tonë.
i cili nuk e bënë shumë të madhe, tha, kjo është hapi i parë. Hapi i dytë, tha, duhet unë të abi një maqinë, e cila ka me qenë e prishur, ti me qelë, me ndreq dhe me pënua ja, se ki është e ndreqët. Ma pruni. Tha dhe 10 ditë, 24 orë, unë të pënun të. Arrita me çmontu, pash, 2 pjesë shikanë të prishura, të kalpta, të ndryshta, i hodha. Dhe morra do mjetë të thjeshta me qeket që me qka mujta, i bëra, e montova, e aktivizova, punante, o zëtë fargëzimi. Në kitë kohë, i tërgova këti shefit tem, tha, kjo është hapi dytë, dohet vazhdosh halli, dohet me i prodhu tash ti vetë një maqinë të tillë. Ku dijune? Ndërkohë, kanë dëgju, tha, për neve perandore atje, kanë dëgju për neve perandore, konkretisht për mu, i kanë të regu, dhe mi ka dërgu 5.000 funta angleze, pe i fundit i ti personal. Unë që ka bona me to, shkova bleva, pjesë, teknologji, që ka mujta bleva. Dhe fillova të punoj vetë, por e dësha që nuk është e mjaftueshme. Andaj, lypa punë me hynë fabrikë me punu si punëtor, e lash doktoraturën. Kë nuk e bëhet doktor kur, ka vdek e nuk e bëhet doktor. E lash doktoraturën, shkova në fabrikë, i vesha teshat e punës dhe punoja. Ata punëtorët nuk e dinin se unë jem në stam të doktoraturës, gati me kry. Ata nuk e dinin se unë jem për fisit samuraj. E fisit samuraj, dhe këtë teknin Japonia tje, është nishi, me autoritet, nuk ka fis ma autoritativ. Ata nuk e dinin. Por unë o knatsha, kur e bëjsha me vaj, me ulje, me vaj, të punu, ka 10 orë 15, lypsha vullnetar me najt natën, me rujt fabriken, mënyrë që dhe natën me punu. Dhe 8 vjetë punova. Dhe i bëra 10 maqina. Erdhi koha me dërgu një Japoni, s'kam pare. S'ka pare, i mora aparate mija, që i kësha rujt pak nga pak, i kësha kursy, e pagua transportin. I dërgova një Japoni. Kishtë ndëgju përëndori, edhe më thanë se përdojnë me të pa personalisht, thash i jo, unë nuk meritoj me taku përëndorin deri sa ta që i punën në vend. Ande se kam kry, me dohet mund. E mora një fabrike, bëra një depo, me potor të mi, tash i mora 10 maqina, atje, por du me prodhu vetë atje tash, tjerat. Dhe për 8 vjetë tjera, punova një Japoni, dhe mas 8 viteve, e që krejt bujnë dikun 18 vite, punë që i ka bërë, ma këshim pregaditur atje në palatën e perandorit, një aneks diku të veçantë, ku do t'i qojna, transferojna të 10 maqinat, dhe do t'i aktivizojna të punojnë, dhe del perandori e t'i shef ato. I qumë, i aktivizum punonin. Hini perandori, këtë si eksperienca dhe ju përullëm. Ata i përullën, dhe ju përullëm perandorit tonë, dhe kërë ndëgjeja i zhurmen e maqinave, tha, kjo është melodia më e bukur që kam dëgjuar ndonjëherë. Dhe kjo ishte njeriu i parë, i cili e solli maqinën e parë në Japoni, dhe japonezët pastaj vazhduan të punojnë, derisa u bën prej të parëve në botë, dhe se dhe dimini kush janë japonezët. I shkatërë lufta 2 botërore, rrafsh e bëri, por ideali nuk ja shkatëroj, edhe dashëri nuk ja shkatëroj, dashërin për atë dhe nuk ja shkatëroj. O ju njerës, ne shumica, apo shumë hënë e dim të bëhme patriota, me fjalë, apo me sharkia dikush, apo me ku ta diun, por edhe dashuria,
puna për atë dhe ka adres. Duhet të bësh krejt që ka ke në dispozicion, që ka mundesh me ba për vatan, për din, në veçantin e muslimant. Kështu që të ndëruar, ne falenderojmë Zotin, i cili na ka mundësu me ardhë deri këtu ku jemi. Është punuar për Kosovën tonë, është punuar për Shqipërinë tonë, dhe është duke punuar, nuk e mohojmë, por dua më shumë, dhe kemi mundësi më shumë, dhe kemi hapësirë më shumë. Të punojmë si bashku për me që vendin para, sepse kështu bëhemi dikushi. Pa punë nuk ka kur gjë. Pa punë nuk arrihet kur gjë. Na ta në dim këte. Ta në dim. Por prapë ka nevojë me kujtu njëri tjetrit. Pa punë nuk ka kur gjë, ama bashkë kur gjë. Këto janë ligjet e cilët e ka ndërtuar Allahu, mbi të ka ndërtuar këtë gjithësi. Dohet punë, natë e ditë punë. Allahu qoftë i kënaqur me ne dhe me ju. Ja Rabbel Alemin. Sigurisht se kam shumë për të folur, por nuk du të flas shumë, nga se edhe ashtu, o zgjat, shfrytëzoj rastin edhe një herë që t'ju falenderoj shumë të gjithëve për prezencën tuaj, veçanti mysafirët të cilët kanë ardhur nga larg, qoftë ata nga diaspora, edhe një përsërisë kryetarin e bashkisë Kavajës, që ka me stafin e vetë me gjithë punë të mëdha të shumta që kanë atje në bashkinë e tyre. Faleminderit sponsorëve të cilët i kemi nga diaspora, por nuk duam të përmendim. E unë ja kam xhelozin atyre, sepse pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë ai cili jep iftar një agjerusi e ka sevapin e tij, pa ju paku nga sevapi agjerusit fare. E ne lutim Allahun e madhruar që atë dhe familjen e tij ta shpërblej. Ja Rabbel Alemin, për këtë ai shkaktar, ai sebeb për këtë iftar. Falenderojmë gjithashtu edhe stafit tim, të cilët kanë punuar 24 orë gati për me ardhur deri te ky organizim. E mangësit gjithmonë kanë qenë, janë dhe do të jenë, ne jemi njerëz, gabojnë, ju neve na bën halal nëse nuk kemi mund, apo nuk po dim t'ju nderojmë. Pak është edhe puna iftarit të kallabllake, janë disa gjëra, disa faktorë, kërkojmë mirëkuptim prej të gjithëve. E lutim Allahun e madhëruar në këtë emrat e tij, e cilësitë e tij, që të na ketë pranuar këtë iftar, e të na pranë edhe këtë Ramazanin, të na mundëse Allahu që të arrijmë fundin e këtij muaji të bekuar, të vjellim frytet e shumta të muajit Ramazan, e frytet e Ramazanit nuk kanë fund, për të vetëm Allahu shpërblen. Allahu na bashkoftë në hajër të gjithëve, ja Rabbel Alemin, qofshi faqe bardh në dy botët, në dynja dhe në ahiret. Ju voh për izat Zotit, Allah ju shpërbleft. Faleminderit e një herë shumë të gjithëve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum selam, i thojmë hoxh pak ma vonë, hoxha po më vynë pak me ma i stongat. Ajtë bëma një foto me hoxhën për të shpëdal. Dëshiroj të ftoj kryetarin e bashkisë Kavajës, Zotëri Fisnik Qosja, për të dhuruar hoxhës e likën simbolike. Uratë simbolike, ku është xhamia dhe sahati i vjetër i Kavajës. Falenderojmë hoxhën për kontributin e tij të vazhdueshëm në shërbim të dijes dhe i urojmë që këto vepra të mos jenë të fundit, por vetëm një hap i radhës në rrugëtimin e tij. Të dashur të pranishëm, sonte kaluam një mbrëmje të bukur në promovimin e dy veprave me vlerë, sure Sejdë dhe sure Ahzab, me autorin hoxhën e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Falenderojmë hoxhën për fjalën e tij
panelistët për diskutimet e fryqshme dhe ju të nderuar të pranishëm që e bekuat këtë mbrëmje dhe bat ma kuptim plotë. Dhe për fund, jo për nga cilësia, për vetëm për nga renditja, falendrim special shkon për biznesmenin Kushtrim Zogaj, falendrim shkon për kompanin Uj Mokne, për Sultan Drinks, Onyx Palac, falendrojmë dhe Radio Televizion Iliria që është sponsor medial. Zoti ju bekoft, juve dhe familjet tuaja. Tani për ata që dëshirojnë ta falin namazin e taravive, këtu së bashku e kemi organizuar për në sallë. Kërkojmë halal nëse keni keq, kërkojmë halal nëse s'kemi pas mundësi të renditim qysh kemi pas qef, por oda burrave e hoxhës profesor doktor Shefet Krasniqi e hapëm për gjithë, a ne mësune për oda mi thonë që burra nëse keni keq, na bëni halal Allahile. Miqtë të dashur, hoxha nderuar ka dëshirë që na përcjell të gjithëve. Andaj t'i japim hapësirë hoxhës Shefet Krasniqi të del dhe të na përcjell. Hoxhë nderuam, po lypim ize. U takofshim në eventet e ardhshme, paqe dhe selame. Selamu alejkum për gjithë.